Në 98 vjetorin e pavarësisë dhe 66 vjetorin e çlirimit të vendit, krerët më të lartë të shtetit kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit, ku kanë vendosur kurora me lule në monumentin Nën Shqipëri, në kujtim të 28.000 dëshmorëve të rënë gjatë luftës nazifashiste. Si çdo vit, pjesë e këtij rituali të festës më të madhe të kombit kanë qenë vetëm përfaqësues të së djathtës, presidenti Topi, kryeministri Berisha, kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli, ministrat Imamie, Basha e personalitetet të tjerë. Në mesazhin e tij të urimit, kryeministri Berisha e cilësoi ditëlindje të kombit 28 nëntorin dhe shprehu njëherëzi nderim për të rënët, idealet e të cilëve sikundër tha tashmë janë bërë realitet. Ditëlindja e kombit, dita më e shënuar, dita e përjetësisë së tij, dita e krenarisë së madhe për çdo shqiptar. I nderojmë ato si një vend antar i NATO-s, i nderojmë ata si qytetar të një vendi që do lëvizim të lirë në mbar Europën për herë të parë në historinë tonë. Sot është ditë e mirënjohjes më të thellë e përuljes me nderimin më të madh ndaj të rënëve të kombit, atyre që ranë për një Shqipëri të pavarur, për një Shqipëri të lirë nga pushtuesit dhe renditën vendin në anën e drejtë të historisë, koalicionin antifashist të luftës së dytë botërore. Atyre që u martirizuan dhe ranë në 45 vite, regjimi më barbar që ky vend dhe kjo tokë ka njohur. Nderojmë themeluesit e pavarësisë, nderojmë të rënët e kombit, më të sigurt dhe më të lirë se kur në tërë historinë tonë. Presidenti i Republikës tha se 28 nëntori është shkruar me gërma të arta në historinë e popullit tonë. Sot është dita, jo vetëm t'i kujtojmë, por të themi me zot lartë që veprat tyre, idealit tyre, sot bëhet realitet në një Shqipëri jo vetëm të pavarur. Pas nderimit në varrezat e dëshmorëve, kryeministri Berisha i shoqëruar nga ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Ai i mbrojtjes Imami dhe kryetaria e Parlamentit Jozefina Topalli ka vizituar shtëpinë e dëshmorit të demokracisë Azem Hajdari, për të cilën kreu i qeverisë tha se vendosi sakrificën në themel të lirisë. Kryeministri vizitoi gjithashtu edhe familjen e dëshmorit Atdheut Hysni Lepenica.